Mjeku çudit botën, rozmarina shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Qytetrimet e lashta e konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë e cila përdoret gjërësisht për të parandaluar përhapjen e komplikacioneve, ndërsa kjo bimë në fakt nuk mund të vrasë patogjenën në ajër, është një recetë e shkëlqyer për përmirësimin e funksioneve të trurit, citon Josh Axe, autori i librit Ilaçet e lashta. Siç shpjegon ai, në një studim të botuar në International Journal of Neuroscience, arriti në përfundimin se thithja e aromës së rozmarinës mund të përmirësojë përqendrimin dhe kujtesën. Në videot tona të publikuara më herët kemi cituar përfitime që do të merrni nga konsumi i kësaj erëze. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu një artikull tjetër i botuar në Psycho Geriatrics sugjeron se mund të përmirësojë funksionin njohës të individit me sëmundje të Alzheimerit. Thithja e aromës së rozmarinës mund të zvogëlojë gjithashtu nivelin e kortizolit, hormonin e stresit fal pranisë së acidit rozmarik, një përbërës me veti neuroprotektive. Rozmarina nuk ndalet në përmirësimin e kujtesës, shkon më tej duke ofruar një sër përfitime shëndetësore. Komponentët e saj bioaktiv dhe fitokimikat jo vetëm që rrisin funksionet njohëse, por gjithashtu kanë në veti të mira antiinflamatore, antioksiduese, antimikrobike dhe antivirale. Përdorimi i rozmarinës është një nga erëzat që përdoret edhe në kuzhinë dhe fshes sekretin për të pasur flokë të shëndetshëm dhe me shkëlqim, përveç faktit se mund të konsiderohet si një ilaç për shëndetin dhe për trupin. Ekzistojnë mënyra të ndryshme se si mund të përdorni eliksirin natyral të rozmarinës për të përmirësuar shëndetin dhe pamjen tuaj të flokut. Rozmarina është një erëzë e cila përdoret shpesh në recetat e kuzhinës, por dihet më pak se ka përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin dhe për pamjen e flokut. Ky eliksir natyral sjell një sër përfitimesh që mund ta kthejnë gjithashtu edhe flokun tuaj në më të shëndetshëm dhe t'i japin rezultate konstante pozitive për përmirësimin e tyre dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një recetë e çmuar për shëndetin e përgjithshëm. Gjithashtu rozmarina ka aftësinë të kontrollojë zbogthin dhe kruajtjet e kokës, të mbajë larg komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj dhe gjithashtu të sigurojë një mbrojtje më efektive për to. Përdorimet e rozmarinës janë të shumta. Arrat në kombinim me rozmarinën sigurisht do të përbëjnë një recetë ideale për zemrën e shëndetshme, gjithashtu për kockat e forta dhe gjithashtu edhe për kujtesën e fortë. Ato janë të pasura me ushqyes dhe kanë një burim të jashtëzakonshëm të antioksidantëve, vitaminës C dhe mineraleve. Të dyja këto përbërës janë fantastik për shëndetin e trurit. Arrat kanë një përqindje të lartë të acideve yndyrore omega-3 që parandalojnë kështu sëmundjet degeneruese të trurit siç janë sëmundja e Alzheimerit dhe sëmundja e Parkinsonit. Arrat dhe rozmarina parandalojnë sëmundjet koronare dhe janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore mono të pangopura siç është acidi oleik dhe shumë studime kanë treguar se këto ushqyes janë të dobishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Gama ushqyese e rëndësishme e rozmarinës mund të cilësohet me efekte të jashtëzakonshme ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te mbrojtja e organizmit tuaj në të rëndësi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes dhe rritet me shumicë edhe në vendin tonë. Gjithashtu, ajo mund t'jap përfitime të larta në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve në trup ose edhe në përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas brejt saj, do të tregojmë disa nga vlerat e tjera të bimës që mund të sjellë shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimi i komplikacioneve të tij. Sipas Healthside, rozmarina është një bimë shumë e mirë edhe në përmirësimin e kapacitetit të mushkërive.
Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë tyre dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet edhe për trupin, duke shkaktuar edhe një sër përfitimesh kundër komplikacioneve të dëmshme. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë edhe disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë këtu edhe minerale të ndryshme siç është magnezi, kalciumi, gjithashtu edhe zinku. Ajo përmban gjithashtu edhe minerale që ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për nxjerrjen nga organizmi të pluhurit dhe të ndotjes. Prandaj, nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin tuaj të mushkërive, rozmarina duhet të jetë një aleat i çmuar për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Rozmarina do t'i japë efekte pozitive edhe për shëndetin tuaj të syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë vërtet një ndihmë e veçantë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe do beson shikimin e tyre në mënyrë graduale. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Rozmarina është një bimë shumë e mirë që mund t'japë rezultate fantastike edhe për tretjen e dobët. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndihmojë edhe për tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në dietën tuaj të rregullt, pasi kështu do të përmirësoni edhe tretjen njëkohësisht. Rozmarina bart vlera të larta edhe për kujtesën. Ndihma që kjo bimë do të japë për përmirësimin e shëndetit të memorjes dhe përqendrimin e trurit, do ta kthejë atë edhe në një nga produktet e paçmueshme. Është të përdorur që në lashtësi si një recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime të lashta e vërtetojnë këtë, duke cilësuar rozmarinën si një nga produktet më fantastike. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien tuaj deri në 30% nëse konsumohet rregullisht për dietat tuaja. Rozmarina është një bimë fantastike edhe kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe për sëmundjet neurologjike siç janë për shembull depresioni, ankthi ose edhe skleroza e shumëfisht. Mjafton që ta konsumoni rregullisht dhe ta përdorni në formën e çajit ose të bëni masazhe rreth kokës me vajin esencial që do të merrni nga rozmarina. Rozmarina është një bimë fantastike edhe në largimin e ujrave të tepërta nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet lehtësisht me përdorimin e rregullt të kësaj bime. Sigurohuni ta konsumoni sa më shumë çajin e rozmarinës për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet. Në çdo rast, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj nëse zgjidhni të përdorni rozmarinën, vajin ose çajin e saj si një masë parandaluese kundër komplikacioneve që mund të keni. Rozmarina, përveç aplikimeve në mjekësinë tradicionale, ka një histori të gjerë edhe në përdorimet e kuzhinës. Rozmarina është vendase në Amerikën e Jugut në rajonet e Mesdheut dhe është pjesë e familjes botanike, ku bën pjesë edhe në energjiku, rigoni, balsami limoni dhe borziloku. Shumë njerëz shijojnë çajin e rozmarinës për aromën dhe përfitimet e forta shëndetësore që ato do të ofrojnë në mbrojtjen e organizmit në tërësi. Këto janë disa nga përfitimet më të rëndësishme që do të merrni nga përdorimi i rozmarinës, sipas ekspertëve të Brightside. Gjithashtu antioksidantët që gjenden te rozmarina do të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit tuaj nga dëmet oksidative të cilat mund të çojë edhe në sëmundje kronike siç janë ato të zemrës, diabeti tipi 2 e të tjera. Ato gjithashtu ofrojnë edhe një shumëllojshmëri ushqyesish bimor, të cilat japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj të kujtesës.
Rozmarina është një bimë medicinale e cila do t'i japë përmirësime edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Kur nuk trajtohet, sheqeri i lartë mund të çojë në dëmtime të syve, të zemrës, të veshkave, gjithashtu edhe të sistemit tuaj nervor dhe të nxjisë ndikime negative në mbrojtjen e shëndetit dhe në komplikacionet e tij. Prandaj, rozmarina mund të cilësohet si një element i lartë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Përdorimi i saj në mënyrë të rregullt do të jetë një mundësi e shkëlqyer për persona të cilët kanë edhe luhatje të sheqerit në trup. Prandaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja në mënyrë të rregullt. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë